Tani që po mbyllet muaji tetor, muaji për sensibilizimin e kancerit të gjirit, pavarësisht se flitet shumë, informacioni është i kudo gjendur, sërisht, ndoshta mjekët do na e thonë të vërtetën, sërisht masat parandaluese apo kontrollet e hershme sërish mbeten në nivele të ulta. Çfarë duhet bërë më shumë? Disa këshilla praktike për gratë dhe vajzat do të marrim nga mjekët tona, disa problematika që mbeten pa u thënë, që jo ato çka diskutohen dhe thuhen në tetor të harohen dhe të mbeten pa u diskutuar nga nëntori e tutje. Ju prezantoj tani jemi me mjekën onkologe Manjola Luzi, mirë se erdhe doktoresh, kënaqësi që jeni në Reze Dielli. Gjithashtu me zonjën Miranda Horjeti, drejtore kujdesit parësor në drejtorinë rajonale të Tiranës. Kënaqësi që jeni këtu me mua. Kënaqësi që jemi këtu. Një muaj i ngjeshur besoj edhe për ju, por edhe për informacionet që janë përcjell për fushata sensibilizuese, të cilat atëherë pasherë ne kemi thënë dhe në këtë studio dhe kudo është thënë, nuk duhet të jenë vetëm në tetor. Tani është kthyer në një epidemi, si të thuash, edhe pjesa e kancerit të gjirit tek vajzat dhe gratë, nga eksperiencat nga vitet e fundit, nga eksperiencat personale, kontaktet e drejt për drejta, si kanë qenë shifrat? Është e vërtetë kjo që thua. Kanceri i gjirit është në një rritje progresive, do të thënë edhe në vendin tonë, sikurse edhe në vendet e huaja. Është parë që në studime që risku për të zhvilluar kancer gjirit gjatë jetës në Amerikë është 1 në 8 femra. Për diku edhe 6 në disa regione të ndryshme. Po dhe në vendin tonë po shohim gjithnjë dhe më tepër shtim të numrit të rasteve. Dhe shtim të numrit të rasteve tek moshat e reja? Tek të gjithë. Tek moshat e reja, tek piku ku është rreth moshës 50 deri në 70 vjeç, që pritet që tjetë, është e pritshme, do të thënë që tjetë në këtë moshë, por po shohim gjithnjë edhe nën 50 vjeç, nën 40 vjeç, madje edhe nën 30 vjeç. Po shohim gjithnjë dhe më tepër raste të reja. Tani kjo mund të detyrohet shumë faktorëve, sepse në fakt kanceri i gjirit nuk është se është një sëmundje shkak pasojë, por është shkaqet janë disa, pra është multifaktoriale. Dhe mund të dedikohen një sër faktorë që mund të jenë trashëgimia, mund të jenë faktorë të jashtëm që kanë bëjë me stilin e jetës, me medikamentet që konsumojmë, me stresin. Patjetër që po, të gjitha. Këto janë të gjithë faktorë që çojnë në zhvillimin e kancerit të gjirit. Tani në këtë pikë, a ka më shumë rëndësi për ju diagnostikimi i hershëm apo ndryshimi i mënyrës së jetesës, i mënyrës se si ne ushqemi, dhe nëse do të zgjidhni njërën nga këto të dyja, ju këtë do zgjidhnit? Në fakt që të dyja janë shumë të rëndësishme. Nëse flasim për stilin e jetesës, ka të bëjë me një parandalim primar të themi, ndërsa diagnostikimi hershëm është sekondar, që do të thotë, nëse ne themi që hormonoterapia, pra kontraceptivët, rrisin riskun me 1% të caktuar për të zhvilluar kancer gjiri, atëherë kontraceptivët në vetvete, atëherë e mira është që të mund të përdoren me kujdes dhe vetëm kur ka një indikacion absolut dhe jo në mënyrë abuzive nga populata, sepse dihet që ky është një faktor risku. Tani, dim që jeta sedentare apo mënyrat ushqyerit, një dietë jo mesdhetare, është një faktor risku tjetër për të zhvilluar, për të rritur mundësinë e zhvillimit të një kanceri të gjirit. Ndërsa diagnoza e hershme është një parandalim sekondar, që do të thotë, sa më herët që ne të mund ta diagnostikojmë, aq më shumë rritet mundësia e kurimit të sëmundjes. Pra që të dyja janë të ndërlidhura. E para e shkakton, e dyta parandalon një diagnozë të vonshme dhe eliminon trajtime shumë agresive dhe që kanë dhe më efekte të rënda në shëndet, sepse edhe protokolli është i tillë. Doktor Miranda, thuhet që zbulimi i hershëm shpëton jetë, pavarësisht se ka informacion boll, është bërë sensibilizimi, media flitet kudo. Sërish shumë gra vinë në stade shumë të avancuara. Kjo tani është, ku dështojmë këtu? Është mungesë çështje kulture, sistemi, frike, përsëri vinë në stade shumë të avancuara? Unë kam vërre një diçka në Shqipëri, që gruaja shqiptare është shumë e zënë. Është baza e familjes për gjithë shka. Merë mbi vete një barë të jashtëzakonshme, ndoshta edhe barën e bashkëshortit ndonjëherë. Kujdeset për familjen, për prindrit, për shtëpinë, fëmijët, dhe haron veten. Në fakt, sot do doja që të ndalesha këtu, sepse mendoj se dashuria fillon me veten, dhe dua të thoja grave shqiptare, të ndalen një qast, të marrin frymë thellë, të shikojnë shëndetin, të bëjnë mamografin, të bëjnë depistimin për kujdes për shëndetin e tyre, sepse ne kujdesemi për gjithë botën, për bota
fillon me ne. Kështu që gruaja për mua është... Shumë e rëndësishme për ta përcjellë. Këtë e ndjen ta thuash nga një eksperiencë që ke marrë, sepse doktoresh Miranda është kthyer 2021-shin për një eksperiencë në Amerikë, ku është marrë me të njëjtën punë, ka pasur kontakte të vazhdueshme me gra. Si e sheh këtë perceptimin e grave të huaja aty në Shqipërinë? Unë jam larguar nga Shqipëria në vitin 1998, me njëherë pas mbarimit të shkollës mesme, dhe kam pasur fatin të jetoj me një familje amerikane. Gjithë jetën time, nëna ime ka bërë gjithçka në shtëpi. Dhe për mua ka qenë simboli i forcës për mua. Dhe gjithçka që unë kam arritur në jetë ja dedikoj pikërisht nënës time. Kur shkova në Amerikë dhe jetova me këtë familjen amerikane, nëna ime është mjek e pediatre, bashkëshorti i kësaj amerikanes ishte mjek i përgjithshëm dhe unë kam jetuar në shtëpinë e tyre për një vit. E shoqja nuk punonte, kishin 8 fëmijë, të gjithë të dalë në jetë. E shoqja çoi në mëngjes, merrte me veten e saj, shkonte për ecje, ushqehej mirë, bënte gjithçka të mundur që kishte të bënte me veten, me shtëpinë, ndoshta me një shkrim, dhe në orën 5 masdite, kur ne të gjithë ktheheshim nga shkolla dhe bashkëshorti kthehej nga puna, ajo fillonte të gatuante. Në momentin që ai futej në shtëpi, ajo fillonte të gatuante. Dhe kam pasur një vlerësim, atëherë kam vlerësuar nënën time dhe gratë shqiptare në tërësi, se ne nuk kam ankuar kur dreka në tavolinë. Unë si studente kam pas gjithmonë dreka në tavolinë në orën 1 të bazdites. Ndërkohë që ky erdhi, mori gazetën, shtroi tavolinën, komunikuan, lexuan, than lajmet e ditës. Do të thënë që ishte një eksperiencë totalisht shumë e bukur. Unë jam shumë mirënjohëse dhe ishte një çift fantastik që kishin qenë bashkë 65 vite. Por kuptova që gruaja shqiptare mban shumë pesh në kurriz. Dhe ma merr mendja që ka të bëjë me kulturën që ne kemi, që ne neglizhojmë veten dhe nuk kujdesemi për veten. Gjë që çon në vonesa, kjo është e vërtet jo vetëm për kancerin e gjirit, kjo është e vërtet për ataket kardiake, për simptomat që ne totalisht i ignorojmë sepse kujdesemi për familjarët, e harrojmë veten. Mos e harroni veten. Mos e harroni veten, dashuria fillon nga vetja, ne kujdesemi për të tjerët, po harrojmë veten. Sidomos në momentin kur vjen në jetë një fëmijë, aty harrohet komplet gjithçka. Unë do doja të preja pak dhe gratë që vinë nga zonat rurale, a vinë në stade më të avancuara të kancerit? Edhe për shkak të ndoshta largësisë, mungesës të informacionit, kushteve ekonomike, nuk është diferenca me gratë në qytet? Nuk se ka ndonjë diferencë e madhe, sepse njerëzit në një farë mënyrë janë të sensibilizuar dhe sidomos për kancerin e gjirit. Problemi është vetëm që sensibilizohen vetëm në periudhën e tetorit, në pjesën tjetër nuk është se janë shumë të... Problemi që duhet diskutohet vazhdimisht, jo vetëm në tetor. Dhe me thënë, duhet ishte një program kombëtar për kontrolin e vazhdueshëm të tyre, megjithse është mundësia që nëse shkon pranë mjekut të familjes të drejtohesh në spitalet rajonale për të kryer mamografin, për të kryer kontrollin. Në përgjithësi, akoma ne diagnostikohemi në stade klinike të avancuara, si në gratë që jetojnë në zonat rurale, gjithashtu edhe në qytet. Kam parë që në një studim të bërë, për një periudhë 2 vjeçare, ishte për të diku 200 pacientë, me thënë të studiuara, u parë që risku ose probabiliteti për të qenë në stade më të avancuara ishte tek personat që kishin një arsim të mesëm, në krahasim me ato me një arsim të lartë. Çështja e kulturës dhe informimit. Por kjo nuk do të thotë që ishte në fshat apo në qytet. Kështu që këtu është një mungesë e madhe ndoshta në informim, që ndoshta këtu duhet të ndërhyjnë drejtoritë përkatëse të shëndetit publik, sikurse edhe të arsimit, që duhet të fillojnë edukimin që në mosha të hershme, sepse jo çdo femër do ketë mundësinë të shkojë në shkollë të lartë. Më kupton? Kështu që ndoshta që në moshë të hershme, që në gjimnaz ose në 8 vjeçare të mund të bëhen takime me nxënësit për t'i mësuar mbi simptomat, për vetë ekzaminimin dhe për kontrollin, kujdesin, ushqimet, gjitha. Çka fillon tek mënyra se si ushqejmë. Sigurisht, nëse do kishim një program screeningu sikurse është aktualisht në Shqipëri për kancerin e qafës së mitrës, nëse ta kishim dhe për kancerin e gjirit do ishte më së miri. A kanë mjekët e familjes mjetet e duhura, ku i duan protokollin e duhur, aparatet e duhura, informacionin e duhur për të bërë screening, sepse kjo është ndoshta që nuk funksionon mirë në sistem, për të bërë, le të themi, kontrollet e hershme, pa simptoma të personave që kanë një kancer. Ne kemi programin e check-upit, që normalisht ka një formular, ti merr një anamnezë, shikon ato rrisjet që një person mund të ketë, stilin e jetesës, siç e tha dhe doktoresha,
stili jetesës shumë i rëndësishëm, obesiteti, rritja në peshk, shkakton në një zonë inflamatoriale dhe mund të bëj atë shtimin e qelizave që janë abnormale. E njëjta gjë është e vërtet që qelizat e djamit në persona që janë obez nuk janë të mjaftueshme që të bëjnë këtë rolin tjetër që është antikanceroz. Kështu që mendoj që stili jetesës është shumë i rëndësishëm, stresi është shumë i rëndësishëm. Ne kemi mjekun e familjes shtyllën bazë të sistemit dhe ne kemi mjek familje të mrekullueshëm. Unë mendoj që problemi që shoh unë në aspektin apo nga ardhja ime nga jashtë është komunikimi. Mendoj që duhet bërë më shumë në mënyrën e komunikimit, në mënyrën e organizimit të punës, në moment që dikush diagnostikohet. Që të ketë simptomat të dyshimta dhe të mos humbë në sistem si kundër ankohen. Po, jo, të ketë një sistem, një ekip multidisiplinar që pacienti të di të drejtat e tij. Pacienti nuk di të drejtat e tij, është një problem shumë i madh, nuk di ku të shkojë, ku të referohet. Dhe mendoj për këtë duhet bërë më shumë promocion nga institucionet shtetërore për të edukuar individi në Shqipëri se ku të drejtohet. Është pikërisht kjo që ne nuk dim ku të shkojmë dhe marrim në një dikë që njohim, thuaj personit që unë e njoh, nuk duhet funksionojë ashtu. Gjërat duhet të jenë shumë të qarta. Unë shkoj te mjeku familjes, marr rekomandimin, shkoj te mjeku specialist, marr rekomandimin, bëj mamografin, merr një periudhë 10 ditoshe dhe pastaj duhet të jetë kaskadë. Sistemi duhet funksionojë në mënyrë kaskadë. Domethënë, unë pas asaj do shkoj tek mjeku specialist. Sa kohë duhet mamografisë të kthej përgjigje? Domethënë, rezultati për sa kohë del? Unë e di që mamografia merr rreth 10 ditë për të bërë, 10 deri në 15 për Tiranën flas, dhe për përgjigjen nuk dua të them, nuk jam e sigurt se sa është. Jo, sepse dëgjoj shpesh për pacient ose në gratë të cilat ndjejnë që ka vonesa në përgjigjen e mamografive, pastaj nëse kalojmë tek pjesa e trajtimit dhe e ilaçit dhe i protokollit, pastaj këtu ka një sër problematikash të cilat ndoshta do duhen shumë orë të tjera për të diskutuar. Mos është diçka urgjente doktoresh që duhet i përgjigjesh, se tani jeni dhe shumë të zona të ngarkuar me pacientë të cilët janë në kimio apo jo edhe në terapi të tilla. Kjo pjesa e protokollit, sepse dua të jem zëri i qytetarëve atyre që janë të prekur. Kanë pikë pyetje, a janë njësoj protokollet që trajtimit të kancerit si në Shqipëri ashtu dhe në vendet e tjera? Pse njerëzit mes Shqipërisë dhe jashtë zgjedhin më mirë të iki jashtë, të trajtohem jashtë, kanë protokolle, kanë ilaçe më të mira? Pse është kjo mendësi? Shiko, kjo mendësi nuk është vetëm në vendin tonë, dhe në vendet e tjera njerëzit zgjedhin dhe në Itali lëvizin nga një klinik në një klinik tjetër. Do me thënë në qytetet të ndryshme, duke ju menduar që trajtohen më mirë. Po brenda vendit, po. Brenda vendit, patjetër sepse është një edukat, sepse po të dalin jashtë vendit i bjen që të paguaj. Praktikisht, nëse marrë një shërbim pa pagesë, pra zgjedhin mjekun, të themi në një farë mënyre. Tani për sa i përket vendit tonë, mund të themi, dhe në shtet, në këto vitet e fundit, ne mundemi të trajtojmë pacientët me kancer gjiri, sidomos në fazat e hershme, pra pa metastaza, me të gjitha protokollet e trajtimit si kurse janë edhe jashtë vendit. Do të thënë, ne nuk kemi asnjë lloj mungese. Unë jam në sektorin privat, më kupton, por po flas edhe për atë publik, që edhe në shtet pacientët mund të aksesojnë tashmë edhe ndaj kemioterapisë, patjetër kanë aksesuar gjithmonë, por ndaj imunoterapisë dhe ndaj target terapisë. Dhe kjo është një arritje shumë e madhe për ne si mjek, sepse mos fundi mundemi të trajtojmë siç duhet, sipas protokolleve. Nëse vite më parë thonim që për ju në këtë stad do ishte më mirë të trajtohesh me këtë medikament, por ne nuk e kemi. Por u bën këto 3 vitet e fundit që ne kemi imunoterapin për një tip tumori që është goxha agresiv, që është triple negativi, që nuk ka qenë. Po këto janë me pagesë dhe shumica e familjeve nuk i përballojnë dot. Janë në shtet dhe janë të aksesueshme pa pagesë. Edhe mund të jenë të aksesueshme për të gjithë? Për të gjithë, patjetër. Unë nuk di të them për vjushmëri nëse ka mungesa, këtë nuk e di, sepse nuk jam pjesë e sistemit. Mungesa ka, sepse është bërë shumë e bujshme në kohët e fundit për mungesa e disa ilaçeve për persona që unë mund të them medikamentet të regjistruara. Dhe po të them, nëse flasim, më pyetet për pjesë, nëse ekzistojnë protokoll, ka ilaçe në protokoll që edhe kanë mungesa dhe që duhet merren patjetër urgjent për këta që atëherë, unë nuk di të them nëse sa të aksesueshëm e kanë gjatë trajtimit për mungesa furnizimi, por
Protokolli është standard. Si që trajtohesh jashtë, me të njëjtin protokoll trajtojë më së fundit, sidomos në këto 2 vitet e fundit edhe në vendin tonë. Dhe kjo është kënaqësi për ne si mjek, sepse mundemi të trajtojmë komfort, të trajtojmë me standarde dhe të shohim rezultate. Ne po shohim që nga këto trajtime, sidomos në neoadjuvancë, kur trajtimi i kancerit të gjirit pra fillohet me kemio apo target apo imunoterapi dhe pastaj kalon në intervent, sepse më përpara gati çdo stad tumori i gjirit jo metastatik operohe. Tani në varësi të tipit biologjik, të stadit të smundjes, te mund ta trajtojmë fillimisht me trajtim sistemik, kemio, target, imunoterapi dhe po shohim dhe eliminim total të tumorit deri në momentin ndërhyrja do të bëhet patjetër, por ama në momentin që kemi kryerjen e ndërhyrjes, ne nuk gjejmë qeliza tumorale, pra arrim një përgjigje komplete patologjike. Dhe kjo lidhet me mbijetesën, kjo lidhet me dhe rikthimin e smundjes. Pra është një mbijetesë dhe një prognozë shumë e mirë. Për të mos u rikthyer e qartë. Jashtë, përkrahas mjekut që diagnostikon kancerin, a ka në krah të tij edhe një dietolog i cili do ta rekomandoj këtë pacientin se si do të ushqehet gjatë kohës së kimioterapisë, sepse ky është protokolli, nuk e ndryshojmë dot, pavarësisht se ka shumë diskutime edhe për mënyrën për kimioterapitë, për efektet anësore, për shkatrimin e trupit, të organeve, po ky është protokoll që nuk e keni ju fajin dhe nuk e ka askush, nuk kemi vend për ta diskutuar sepse është tjetër tematik për mënyrën se si trajtohet kanceri në ditët e sotme. A duhet patjetër që këta pacientë të mirë informohen për mënyrën se si duhet të ushqehen, jetesa që duhet të bëjnë, çfarë duhet të shmangin, sepse tani ai nuk e ka informacionin e dur. Nuk po flas për pacientë të cilët janë të informuar, por ka dhe pacientë që nuk e dinë çfarë duhet të konsumojnë për të përballuar efektet e rënda të kimioterapisë. Atëherë në pjesën më të madhe atëherë krahas trajtimit në trajtimin onkologjik, krahas trajtimit me medikamente për tumorin, është terapia e suportit. Që do të thotë janë medikamentet që ne japim për të menaxhuar një sër efekte shansore, siç mund të jetë për shembull të vjellat, sepse pacientët tanë nuk vjellin më si vite më përpara se kemi medikamente në dispozicion. Ka medikamente apo ushqime të cilat mund të interferojnë me trajtimin dhe ne është mjeku përgjegjës që i thotë këtë ushqim nuk do ta marrësh në këtë periudhë, sepse mund të ulë ose mund të rrisi efektin e trajtimit. Sikurse jemi dhe ne, sepse pjesa në momentet e para një pacient të thotë, doktoresha, çfarë duhet të ha? Çfarë nuk duhet të ha. Vin pacient që kanë eliminuar çdo lloj gjëje nga aja tek zhoja, me idenë sepse i bëjnë dëm, por ama është mjeku që duhet t'ia thotë cilat janë medikamentet, cilat janë ushqimet e përshtatshme në këtë periudhë. Jam dakord me ju që dietologu është pjesë e domosdoshme e rrugtimit, po jo të gjithë pacientët në botë shkojnë tek dietologu. Domethënë kryesisht shkojnë pacientët të cilët kanë probleme me tumoret e kokëqafës, që kanë vështirësi në ushqyerje ose të traktit gastrointestinal. Dhe duhet të shkosh tek dietologu që do të përcaktojë një plan ushqyerje me kaloritë e duhura që të mos humbasësh shpesh, por dhe të vjosh trajtimin. Jo të gjithë e kanë të domosdoshme që të kenë një plan standard për pjesën e ushqyerjes. Qartë. Më kupton? Nëse do t'i merrnim tani me radhë disa këshilla vetë parandaluese, sepse jo të gjithë e kanë atë mundësinë ose informacionin si duhet ta prekin gjirin. Mund na shpjegoni konkretisht se si duhet të vetë kontrollohet një vajzë apo një grua, sa shpesh duhet ta bëj këtë kontroll? Ka ditë të caktuara që duhet ta bëj këtë kontroll apo jo, se kam dëgjuar histori nga më të ndryshmet. Disa thonë vetëm pak me një gishtë mund ta prekim gjoksin se kam merak, mos lëndoj diçka. Disa bëjnë ato prekjet me të gjitha gishtat. Si është kontrolli i duhur në mënyrë praktike për vajzat dhe për gratë, për të dalluar ose për të mos e futur panikun, por që gjithsesi është një lloj shpjegimi i duhur për to. Vetë ekzaminimi është një nga elementet më të rëndësishëm të parandalimit të kancerit të gjirit. Që do të thotë, ne jemi femra dhe që këtu është risk i lartë që të zhvillojë, ky është faktori kryesor, të qenurit femër për të zhvilluar kancer gjiri. Atëherë, vetë ekzaminimi duhet fillojë që nga mosha 20 vjeçe. Dhe vajzat, thuhet teorikisht çdo muaj, vajzat femra domethënë, duhet të vetë ekzaminojnë gjirin, kryesisht nga dita e 5 deri në ditën e 10 të ciklit. Dita e parë është dita e ardhjes së ciklit menstrual. Në ditën e 5, po, sepse gjiri është më i butë, nuk është i dhimbshëm dhe mund të vetë ekzaminohet shumë mirë. Tani, nëse do të
do duhet që të kishim një diagram, në fakt që të mund të thoni më mirë pjesën se si duhet realizuar praktikisht, por nuk bëhet me gishta, bëhet me gishtat e bashkuar dhe me mollzat e gishtave. Dhe me dorën e djathtë është gjiri i majt, që kontrollojnë të gjithë kuadrantet në formë rrethore, domethënë jo kështu. Okej. Jo Në kështu. formë rrethore, pra një lloj masazhimi lehtë që i bëhet komplet gjirit. Dhe fillohet nga kuadrantet, gjiri të themi, nëse e marrim si një portokall, e ndajmë në 4 pjesë, janë 4 kuadrante, 2 të jashtme, 2 të brendshme. Fillohet nga të jashtmet, gradualisht, duke e palpuar në këtë lloj mënyre, kështu, jo kështu. Dakor? Dhe gjithashtu kontrollohet edhe aksila. Dhe kjo gjë bëhet e pjesa e sqetullës. Dhe rekomandohet në këtë periudhë të ciklit. Dhe një femër në këtë mënyrë mundet që të vërre ndryshimet që mund të ndodhin në gjë. Një formacion në gjë mund të kapë diku te 1 centimetër. Në 1 centimetër nuk arrin dot të preket. Plus pastaj që edhe struktura e gjirit, nëse një gjë është me atëherë në mosha të reja deri në 40 vjeç mbizotëroj një gjë dens, që themi ne, me shumë gjëndra qumshi. Dhe ky është i vështirë që të palpohet siç duhet. Por ama nëse një femër njeh strukturën e saj, mund të vëre më shpejt pjesën e ndryshimeve. Nëse këto ekzamime vetë kontrolle bëhen në mënyrë të shpesh, që ti kuptosh çfarë ndryshimi ka ndodhur. Teorikisht thuhet çdo muaj. Çdo muaj. Është vetë ekzaminimi i gjirit, që nga mosha 20 vjeçare, ndërsa vizitat tek mjeku nga mosha 20 deri 30 vjeçare rekomandohet të paktën të jetë 3 herë në këtë periudhën 10 vjeçare, 20, 25, 30, që konsiston shkon tek specialistët dhe bën vizitën dhe mund të bësh dhe një eko të gjirit. Gjithmonë për personat që nuk kanë familiaritet apo nuk janë mbartës të mutacioneve. Flas për një femër që nuk ka asnjë lloj historiku familjar. Dhe nga mosha 30 vjeç, duhet që ekot e gjirit mund të bëhen deri në 40, një herë në vit, bashkë me vizitën mjekësore. Dhe 40 vjeç është mamografia e parë për screening, për depistim. Për depistim. Parë ne nuk kemi simptoma, po thjesht bëjmë screening depistimin për të kuptuar në ku jemi. Sepse baza e screeningut është mamografia. Ekografia, rezonanca janë për moshat 9-40 vjeç, sepse lidhen me strukturën e gjirit dhe me sensibilitetin që e ullët që ka mamografia në gjinjt me përmbajtje glandulare. Gjinjt më të mëdhenj apo më të vegjël janë më të rrezikshëm për të prekur nga kanceri i gjirit? Teorikisht thuhet më të mëdhenjt, por nuk është se po shohim diferencë shumë të madhe. Do shtoja vetëm një diçka. Në këto udhëzimet që kanë filluar të dalin tani që janë përditësuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, thuhet që jam shumë dakord që palpitacioni, që të bësh palpimin e gjoksit është shumë i rëndësishëm, por siç e thatë edhe ju, shumë persona nuk dinë se si ta bëjnë të palpimin e gjoksit. Dhe që të jemi të sigurt që gjithkush e shikon veten dhe kujdeset për veten, çdo grua, çdo vajzë që në moshë të hershme, domethënë që fillojnë ndryshimet e trupit, të dalë para pasqyrës, të njihet me gjoksin e saj. Të shikoj për ndryshime, të shikoj për derdhje, të shikoj për problematika me gjoksin nëse ka ndryshime në strukturën e tij, nëse ka shfryrje në vende të caktuara. Domethënë në mungesë të një informacioni. Dalin para pasqyrë dhe shohin sa e ka numrin e gjoksit dhe a duhet të bëjmë një ndërhyrje estetike për të rritur numrin apo për të bërë një gjoks të bukur dhe të këto ndërhyrje estetike. A ndikojnë do pak në zhvillimin e një kanceri? Se ju sa të dalin para pasqyrë, po dalin për gjë që shkakton inflamacion shton rrezikun e kancerit, patjetër. Ndërhyrjet kirurgjikale normalisht e çojnë trupin në një farë stresi, nuk janë asnjëherë janë optimale, pavarësisht se ne duam ta kemi lukun, vajzat e reja kanë dëshirën e ndryshimit. Se janë shtuar shumë edhe këto ndërhyrje të estetike, është media sociale që i atëre rritet realisht risku për të zhvilluar kancer gjiri mbas ndërhyrjeve kirurgjikale. Por jo për kancerin e gjirit tipik, karcinomën. Rritet një lloj tipi tumori që quhet limfom, që e merr origjinën nga indi limfoid i gjirit dhe lidhet me inflamacionin që thot doktoresha. Po recipetat, sepse a është mit apo është diçka e vërtet që recipetat të cilat mund të jenë të ngushta, ato telat metalik, mund të pengojnë qarkullimin e gjakut, rrjedhjen e limfës dhe mund të bëhen predispozit për zhvillimin e një kanceri në të ardhmen. Si duhet të jenë ato dhe a realisht kanë ndikim? Nga studimet është parë që është mit. Nuk kanë ndikim. Nuk kanë ndikim. Vetmja gjë është thjesht të japin diskomfort, sepse në momentin që ne
kemi recipeta të shtrënguara. Ato nuk që i mbajmë edhe në gjumë, është ideja? Po dhe gjatë ditës, në periudhën premenstruale, përpara ciklit është sindroma premenstruale, që gjiri ka më shumë, ka një fryrje fiziologjike nga retensioni i ujit që bëhet. Dhe në momentin që ne kemi recipeta të shtrënguara, pengojmë qarkullimin e limfës dhe të gjakut gjithashtu. Por thjesht kjo t'i jep diskomfort, t'i jep dhimbje. Kështu që rekomandohet që në këtë periudhë t'jenë të përshtatshme, po jo se rrisin riskun për kancer gjiri. Dhe rekomandohet gjithashtu që dhe gjatë natës mos të përdoren thjesht për të eliminuar këtë lloj situate. Për të qenë lirshëm edhe të qarkullojë mirë. Meqense thete dhimbja, çdo dhimbje në gjoks mund të jetë një shenjë alarmi apo në përgjithësi tumoret nuk dhëmbin. Ndjemi dhimbje o bobo, frika. Tumoret në përgjithësi nuk dhëmbin. Në raste shumë të ralla mund të kemi dhimbje, mundet, ose mund të jenë në format avancuara lokale ose në distancë, por në përgjithësi tumoret nuk dhëmbin. Dhimbja shkaktohet nga disbalanca hormonale, kryesisht në moshat e reja, dhe është sindrom fiziologjike përpara ciklit menstrual, është sindroma premenstruale, mund të shkaktohet nga kiste që mund të kesh në gji, si kurse në moshat e mëdha mund shkaktohet nga probleme reumatizmale, muskuloskeletale. Në të vërtetë dhe gjitha. Dhe vetë gjiri në brendësi janë brinjët, janë kartilagët, të cilat nga njëherë të rritë mund të dhëmbin. Cila është pacientja më e vogël që ke trajtuar? 22 vjeçe. 22 vjeçe. Si a the informacionin? Kishte ardhur me maman, me shoqen, se këto dhe historitë e të prekurit ose të marrjes vesh të një sëmundje janë dhe nga më të Në fakt, pacientët e onkologu kur vinë e din tashmë diagnozën të themi, sepse kalojnë tek radiologu, ajo kishte pasur familiaritet hallën me një tumor në gji, edhe bënte kontrole. Por në atë moment ishte po ndjente një diskomfort në gjirin e saj, bën eko, drejtohet te radiologja që e njihte që ndiqte edhe hallën e saj, dhe radiologja duke qenë shumë e aftë, dhe bravo i qoftë të themi, arrin që të diagnostikoj një zonë të dyshimt, i nështrohet pastaj mamografisë, sepse ishte gjithdens, për rezonancës magnetike, konfirmohet ky lloj dyshimi i saj, pastaj bën biopsin, dhe në pas biopsin kalon tek kirurgu. Dhe tek unë ka ardhur në momentin që pacientja e kishte të qartë, ishte thënë diagnoza, ishte thënë plani i trajtimit, dhe thjesht... Ju keni bërë punën psikologjike më shumë. Vazhdojmë e bëjmë. Kjo është shumë e rëndësishme. Do me thënë, pacientët kur diagnostikohen nuk është se mbaron me aq, do me thënë thjesht me trajtimin. Ka një periudhë follow-up, ndjekje për vlerësim që është periodik, të paktën për një periudhë 5 deri 10 vjeçare. Kështu që dhe ne menaxhojmë, ne sigurojmë një cilësi jete, do me thënë që pacientët të kenë sa më pak efekte anësore, jo të kenë sa më pak efekte anësore nga trajtimi, në xhimin e tyre, por gjithashtu vlerësojmë edhe një rikthim dhe diagnostikim të hershëm të sëmundjes. Shumë faleminderit për bisedën, ju uroj shumë suksese dhe punë të mbarë, edhe pse puna juaj kur jeni me pacient të drejt për drejt është po aq e vështirë dhe kthimi në shtëpi pastaj është si është kthimi në shtëpi për një mjeke që është marrë gjithë ditën me pacientë të cilët po bëjnë kimio, me pacientë të vegjël, me reagime të familjarëve. E merrni me vete atë stresin? Sigurisht po. Sigurisht po. Është e pamundur. Ne flasim për një sistem shëndetësor dhe për mjek që nuk trajtohen siç duhet, por mos mendoni që ne jemi jashtë sistemit. Mjekët. Ka momente që ne flasim për një burnout, po gjithnjë edhe më tepër. Dhe më thënë, ka momente që ti e shikon që nuk kema as jetë sociale, nuk kema as kujdes për veten, dhe as për familjen. Dhe ka momente që them janë bebekuar me tim shoqë dhe me vajzën, janë adult, edhe më suportojnë dhe nuk janë të varur nga unë. Po sikurse edhe unë janë dhe plot kolegë të tjerë. Është e pashmangshme, është e pashmangshme që ti të përfshihesh, sepse nuk është mjafton vetëm të trajtosh pacientin dhe kemioterapin dhe trajtimin dhe shkon në shtëpi. Por menaxhimi i efekteve anësore, ka raste që ne duhet i marrim telefon, sepse dhe nuk marrin pacientët, sepse duke ditur që mund të të bëj komplikacione. Kështu që nuk përfundon. Dhe kjo është gjë vazhd, nuk është se bëhet me njëherë, me vite. Që zgjat dhe me muaj, me vite. Dhe në fund jemi njerëz që nuk kujdesemi për veten dhe lëmbasdor. Mjekët kanë me statistik përqindjen më të lartë të suicidit.
nga burnouti në... Rejna të pikë, jo? Në Amerikë. Këtë shpresojmë në Amerikë, në eksperienca që ka doktoresha. Faleminderit shumë edhe një herë, faleminderit për kohën tuaj. Faleminderit Ne juve shkputemi profesor. për publicitet, rikthehemi. Duhet kishim thënë edhe që screeningu duhet vazhdoj deri në moshën 70 vjeçare, mamografit nuk mjaftojnë, 40 është e para deri në 70 vjeç. Kjo është e rëndësishme. 40 deri në 70 me skriu me Atëherë, diagnostikimet, Ku e ka kontrollet. 40 se këta e kanë 50 me udhë ministri. Ne kemi 50 me 74, Amerika e ka 40 me 74. Ne ecim Amerikën siç duhet me qenë dhe me rastet që po shohim, Me rritjen e numrit, 40 me 70 jemi në ne ti themi popullit informacionin e duhur. Fikim. Faleminderit shumë.